Seni arıyor abi. Ne yapacakmış beni? Davası varmış. Oy Takanori, yerde arayırdım, masa altında buldum. Hocam beni çağırmışsınız. Hoş geldin Cem. Geç karşıma şöyle. Açıklamamız gerekebilir. Tüccar değil, biz hekim arıyoruz Yelda. Anlıyor musun? Bugüne kadar hep hocalık yaptım. Elbet birilerinde at. Që kinematografia turke është një nga më të pëlqyerat nga publiku kosovar, tashmë është dëshmuar përmes shikurshmërisë shumë të madhe të filmave dhe serialeve që transmetohen në vendin tonë, por jo vetëm këtu, pasi që ato preferohen të shikohen edhe në televizionet turke. Është kënaqësi dhe nder që në Prizren, në kuadër të javës të festivalit të filmit turk, edicionit të parë të këtij festivali, në qytetin e Prizrenit kemi të ftuar Edizhun, njërin prej aktorëve më të vjetër në Turqi dhe njërin prej më të pëlqyerve atje. Mirë se keni ardhur. Teşekkür ediyorum. Çok memnun oldum. Jam I lumtur që jam në mesin tuaj, juve ju dëshiroj suksese në punë dhe ju falenderoj për ftesën. Është kënaqësi të ju intervistoj dhe më intereson të di përshtypjet e juaja të para këtu në Prizren, takimi me qytetarët e Prizrenit dhe si jeni duke kaluar këtu. Aşağı yukarı demek ki 2009 Ka qenë filmi Ankara Express, është shfaqur këtu në Prizren diku në gusht vitit 2009. Ajo ka qenë hera e parë që vizitova këtë qytet të bukur. filmim gösterime girdi. Ankara Ekspresi adlı bir film. Pra, kjo është hera e dytë që vizitoj Prizrenin dhe jam I lidhur emocionalisht me këtë vend dhe jam thellësisht falënderues për respektin e qytetarëve që e kanë shfaqur ndaj meje. Çok teşekkür ediyorum. Bugün burada bulunuyor olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. E keni ditë që këtu njerëz ju njohin, ju duan dhe kanë dëshirë të shohin filmat tuaj? Biliyorum çünkü filmlerimiz Türkçe. Kam qenë informuar që njerëzit në këtë rajon më njohin edhe nga periudhat e mëhershme, gjatë periudhës së ish Jugosllavisë, ku në republika të ndryshme, ku ka njerëz me origjinë turke që jetonin andej, ka pasur interesim për filmat tanë në gjuhën turke. Është kënaqësi për mua kur shoh këtë respekt ndaj meje dhe ndaj kinematografisë turke. Çok mutlu oluyorum. Jo vetëm popullata me origjinë turke në Kosovë I ndjek filmat turk dhe ju pëlqen, pasi që unë e di që edhe shumë shqiptarë e ndjekin kinematografinë turke dhe I duan filmat. Keni të drejtë. Keni të drejtë. Şimdi ben yalnız Në anën tjetër desha t'ju tregoj diçka tjetër, sepse përveç aktrimit në mua jeton edhe pjesa e shkencëtarit. Unë kam studiuar biokimi në Norvegji. uzun yıllardır hem sanatla uğraşıyorum hem de bilimle uğraşıyorum. Më intereson të di se si lindi ideja për të marrë me aktrim apo si nga aktrimi në biologji, si ka qenë kjo ndërlidhja mes këtyre dy profesioneve të ndryshme. Sinema 1970'li yılların ikinci yarısı. Në vitet e 70-ta në Turqi ka pasur një stagnim të zhvillimit të aktrimit në atë kohë. Kjo ka qenë arsyeja që unë në moshën 35 vjeçare e ndërpreva aktrimin për t'u larguar për 6 vjet në Norvegji e për t'ju kthyer sërish profesionit tim të parë, por në mua kanë jetuar të dyja së bashku, arti dhe shkenca. Hep böyle sanat ve bilim. Që ju keni interpretuar kanë qenë kryesisht filma romantik dhe janë zhvilluar në një dimenzion, në një format të ndryshe nga se që realizohen filmat sot. Si eshin ju këtë zhvillim të kinematografisë, jo vetëm në Turqi, por në të gjithë botën? Për mënyrën se si realizohen filmat, vështirësitë të cilat I kanë pas këta dhe lehtësirat që kanë aktorë të ri. Bilgisayarlar, iPad'ler, iPhone'lar, BlackBerry'ler. Pasi që zhvillimi I teknologjisë, posedimi I laptopëve, I telefonave të mençur dhe shumë çka tjetër që po na ofrohet ne, natyrisht që e ka sjellur ndryshimin, por nuk mund të dihet nëse interesimi do të kishte qenë I njëjtë apo jo. Çekebilirdi de, çekmeyebilirdi de. Yani şimdiki gençlik o zamanki gençlikle çok farklı. Vështirësitë padyshim që janë të pakrahasueshme. Me kamion I sillnin reflektore të mëdhenj përderisa ne prisnim në rrugë derisa përgatitej skena. E tani e kemi mundësinë që të shohim se si ka qenë aktrimi, që ta rikthejmë përsëri nëse nuk na pëlqen. E në atë kohë nuk I kemi pasur këto mundësi. Ayrıca şimdi monitör var. Monitörde bakıyorsun neresi nasıl. Por defektet I kemi parë vetëm kur kemi arritur në procesin e montazhit dhe vetmja mundësi ka qenë largimi total I asaj skene. Sahneyi bir daha tekrarlama imkanı olmuyordu çünkü görmüyorduk. Eğer montajda kötüyse o sahne onu atıyorlardı.
Do të ndalesha pakës edhe të një pyetje ndoshta pak provokative për filmin tuaj të preferuar ku ju keni interpretuar si aktor. Filma ben aşağı yukarı 130 film çektim. Unë kam luajtur në 130 filma të gjithë I konsideroj si fëmijët. Hepsi benim evladım, çocuklarım. Nga gjithë këta filma sigurisht ka pasur zhanre dhe role të ndryshme si aksion e romancë, e në mesin e tyre janë edhe Agjabak, Ankara Express, Gülü e shumë të tjerë. Mental komedi oldu. Birçok filmler çektim. Acımak var, Ankara Ekspresi var, Güllü var. Çok çeşitli. Saymakla bitmez. Keni ardhur në Prizren për të marrë çmimin për arritje jetësore nga konsullata turke këtu në Kosovë. Beni çok mutlu etti. Yani Türkiye'nin dışında Jam shumë I lumtur që pranoj këtë çmim të rëndësishëm. Kënaqësia më e madhe është se këtë çmim e pranoj jashtë shtetit ku unë kam ushtruar veprimtarinë time. Unë këtë çmim e pranoj dhe e ndaj bashkë me të gjithë aktorët, qoftë të kinemas apo të teatrit turk, të cilët tani më nuk jetojnë, nuk janë në mesin tonë. Pra këtë çmim ju dedikoj atyre. erkek. Onlar adına alıyorum bu ödülü. Onlar adına almak istiyorum. Bugün artık aramızda bulunmayan sanatçılarımız adına. Tiyatro olsun, sinema olsun. Faleminderit shumë për kohën, për intervistën, por nuk do të largohesha nga këtu pa marrë edhe një mesazh nga ju për të gjithë ata që ju ndjekin. Tek bir insan var, Homo sapiens. Të gjithë jemi një, jemi Homo sapiens, dhe kështu duhet parë njëri tjetrin. Ju keni sytë e kaltërt, ndërsa ngjyra e syve të mi është tjetër. Kjo nuk përbën ndonjë ndryshim në mes të nesh. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Faleminderit. Ben teşekkür ediyorum. Söyle lütfen tercüme et. Sağ ol. Të nderuar shikues, ishte ky aktori nga Turqia Ediz Hun, I cili erdhi këtu në Prizren në kuadër të edicionit të parë të festivalit të filmit turk këtu në Prizren, ku edhe u shpërblye me çmimin për arritje jetësore. Güllü yavrum, ağlama. Kocamsın değil mi? Yürekten kocanım. Ölünceye kadar seveceğim seni. Ay ya hamsili taka. Ay hamsili kocacığım. Hocam, Gel Selim. buyurun hocam. Sen kendini bildikten sonra başkasının biçtiği değere ne ihtiyacın var ki?